Në rrjetet sociale ndodh shpesh që një person të rri prapa ekranit apo të përdor emra falso dhe të ofendoj të tjerët që ka përballë. Kjo gjë bën që ky person të ul ndjenjën e empatisë, pra aftësia për të ndjerë dhimbjen e tjetrit. Ata nuk kanë as edhe një lloj dhimbshmërie, por thonë fjalë të rënda online që kur nuk do t'i thonin sy më sy. Kur një adoleshent bëhet pre e ngacmimeve online, stresi i madh emocional shfaqet si dhimbje fizike në trupin e tij, si dhimbje barku, kokëdhimbje, marrëmendje ose rrahje të shpeshta të zemrës, pa patur ndonjë sëmundje në trupin e tij. Të nderuar dëgjues, këto janë disa nga shkaqet pra që janë më të shpeshta sa i përket moshës së adoleshentëve kur rrinë prapa rrjeteve sociale. Po, si na mëson ne feja e bukur islame, edukimi islam e ndalon rreptësisht fyrjen, përqeshjen apo dëmtimin e tjetrit, qoftë me fjalë, me shkrim apo me vepra. Profeti Muhammed, paqja e bekimit e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka vendosur rregulla në bazë të komunikimit. Ai na mëson që besimtari i vërtet është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të sigurt njerëzit. Të nderuar prindër, duhet tu mësojmë fëmijëve se ekrani nuk i fsheh mëkatet dhe se përgjegjësia për fjalët e shkruara në internet është e njëjtë me ato të thëna me gojë apo ball për ball. Fëmijët duhet të edukohen të jenë mbrojtës i të dobëve dhe jo ngacmues. Të nderuar dëgjues, këto ishin pak fjalë sa i përket rrjeteve sociale, pra dhe bullizmit që bëhet online, temë e cila është shumë e përhapur në ditët e sotmeve. Ne, si prindër, duhet t'i ruajmë adoleshentët ekspozuara ndaj ngacmimeve kibernetike, sepse kanë një rrezik 2 herë më të lartë për ankesat psikosomatike, vet izolimin dhe mendime për vet lëndime, pasi sulmet online nuk ndalen te dera e shtëpisë, por vazhdojnë 24/7.